Kjo histori nuk flet për ligjin por për zemrën. Unë jam Clarice Mendes, hetuese e policisë në Rio de Janeiro. Gjatë viteve të shërbimit, kam parë gjëra që shumica e njerëzve nuk do t'i imagjinonin kurrë. Por një ditë, fati më vuri përballë një kërkese që theu çdo kufi, çdo rregull, çdo bindje. Në një qeli të ftohtë, një iri me sy të mbushur me shpresë më tha, para se të vdes kam vetëm një dëshirë. Nuk e dija atëherë se ato fjalë do ta kthenin botën time përmbys. Mbrëmja binte ngadalë mbi lumin e Rios. Dritat portokalli të shtyllave pasqyroheshin në pellgjet e rrugëve të lagura, si kujtime që nuk shtuken. Po kthehesha në shtëpi, por mendimet e mia ishin ngjitur pas një njeriu. Lucas Morais, një i burgosur me një akuzë aq të çuditshme, saqë edhe dosja dukej sikur fshitë sekrete. Sytë e tij, ai zjarri i heshtur brenda tyre më ndiqnin edhe jashtë zyrës. Në shtëpi më priste gjyshja Rosa, me çajin e saj të fortë dhe buzëqeshjen e qetë. Por atë natë, fjalët e saj kumbuan si paralajmërim. Clarice, zemra e një gruaje nuk duhet të bëhet lodër e ligjit. Bëj kujdes, u përpoqja të buzëqeshja, por brenda meje diçka u droll. E dija ajo po fliste për Lucasin. Qelia e tij më erdhi në mendje, muret gri, era e rënë dhe lagështisë dhe ai. I gjatë, me shpatulla të gjera, flokë të errët që i binin mbi ballë. Në zërin e tij nuk kishte frikë, kishte diçka më të thellë, më të rrezikshme. Nuk kërkoj liri, tha ai. Kërkoj vetëm një natë si burrë e grua. Fjalë që më dogjen, jo si grua, por si oficere, e mësuar me rregull, rend, logjik. Por zemra ka ligjet e veta. Të nesërmen, në komisariat, mora dosjen e tij. Ishte e thatë, e ftohtë. Ankesa e ngritur nga Sofia Costa. Akuzë, fyerje e nderit të familjes. Asnjë dëshmitar. Asnjë provë konkrete. Vetëm rreshta me mlleth, dhimbje dhe heshtje të çuditshme. Kolegia ime, patërcia, qeshi, edhe një rast që të çon në telashe. Thonë që Morais nuk është djalë i zakonshëm. Mos u humb në sytë e tij. Por zemra ime rrahu më shpejt. Shkova drejt qelive. Hapat e mi kumbonin në korridorin e ftohtë. Zhurma e derës së hekurt më dha një drithërim. Lucas ngriti kokën. Ai nuk po shikonte një hetuese, ai po shikonte brenda meje. Morais, dua shpjegim. Ai u afrua me një qetësi të frikshme. S'kam mbrojtje. Vetëm një kërkesë. Pastaj përshpëriti, para se të vdes dua të provoj atë që Fatima më hoi. U shtanga. Ai shikim kishte mall, por edhe nxehtësi që s'duhej të ishte aty. U largova para se të më dridheshin gjunjët. Vendosa të vizitoja Sofin. Obori ku ajo jetonte ishte i lagësht, i heshtur. Kur hapi derën, sytë e saj të lodhur shmangën të midh. Erdhe për Lucasin? Po. Dua detaje. Ajo nisi të qante. Ai më shkatërroi jetën. Le të dënohet. Por në fjalët e saj nuk kishte urrejtje. Vetëm një dhimbje e fshehur, një dhimbje që nuk tregonte gjithë historinë. Pak më tej, shkova te Roberto Cardoso, mik i vjetër i Lucasit dhe pronar dyqani tekstilesh. Roberto më pa me respekt, por sytë i kishte të rëndë, sikur mbani një sekret shumë të madh. Clarice, ai djalë nuk është kriminal. Zemra e tij është e pastër. Por ka një plagë të vjetër. U afrova. Çfarë plaga? Ai mori frym thellë dhe foli me zë pothuaj të padëgjueshëm. Disa vite më parë, Lucas ishte fejuar me Sofin. Gjithçka ishte gati për dasmën. Edhe unazat ishin blerë. Dhe pastaj ndodhi diçka që askush nuk guxon ta tregoj. E në atë moment ndjeva se gjithçka që besoja ishte një gënjeshtër. Dhe se sekreti i tyre do t'i ndryshonte jetën Lucasit dhe timen. Por papritur, ajo hoqi dorë nga gjithçka, pa asnjë shpjegim, pa asnjë fjalë, vetëm heshtje. Pak kohë më vonë, ajo u martua me Thiago Costa, një burr me zili të helmuar dhe zemër të ashpër, një njeri që e mbante kontrollin si zinxhir. Që atë ditë, dukej sikur Lucas kishte humbur një pjesë të shpirtit të tij. Mu ngrit një të ftohtë në qafë. Kjo histori nuk kishte të bënte me krimin, por me një fat të thyer brutalisht. Mendon se Thiago e detyroi Sofin të bënte ankesën, pyeta me zë të ulët, por zemra më rritë fort, sikur e dinte përgjigjen. Roberto shtrëngoi grushtat me një forcë që zbulonte zemërim të vjetër. Jam i sigurt.
Ai gjithmonë ka qenë xheloz. Gjithmonë e ka urryer Lukasin. Fjalët e tij qëndruan pezull në ajër si një e vërtetë e rrezikshme. Duke u kthyer në komisariat, imazhet nuk më linin rehat. Lukas dhe Sofia në një të shkuar që dikur do të bashkonte jetë, dhe një ankesë që dukej më shumë si një pasojë dhimbjeje sesa si një akuzë reale. Diçka shumë më e thellë po fshihej atje. Mbrëmjen e asaj dite, hyra përsëri në qeli. Lukas ngriti kokën ngadalë dhe në sytë e tij pash një shkëndijë që nuk e kisha parë kurrë më parë, diçka mes shpresës dhe dorëzimin. Gjetët një përgjigje, më pyeti me një qetësi të frikshme. Gjeta shumë më tepër pyetje, iu përgjigja. Pse hesht? Pse nuk mbron veten? Ai më pa drejtë në shpirt, pa tentuar të fshihej. Sepse nuk kam nevojë për justifikime. Kam nevojë vetëm që ti të dëgjosh kërkesën time. Ato fjalë ndezën një zjarr brenda meje që nuk arrija ta shpjegoja. Ligjet, rregullat, protokollet, të gjitha dridheshin përballë atij shikimi. Më vonë u ula në kuzhinë me gjyshen rosa, ashtu si çdo natë kur diçka rëndonte në shpirtin tim. Ajo serviri çajin në heshtje, duart I dridheshin lehtë, sikur e ndjente stuhin që më mbyste. Çfarë bën kur detyra dhe zemra ecin në rrugë të ndryshme? E pyeta me zë të bull. Ajo pa jashtë dritares, ku dritat e rrugës po fikeshin një nga një. Zemra zgjedh gjithmonë rrugën e vështirë, tha ajo. Por kush ndjek vetëm ligjin humbet veten. Dita e gjykimit erdhi shumë më shpejt se sa isha gati. Hyra në sallën e madhe, ku çdo hapje honte si thirrje e një të vërtetë që po afrohej. Lukas qëndronte I qetë, por sytë e tij digjnin si të mbushur me një jetë të tërë të pathënë. Përballë, Sofia me një shami të zezë në kokë, e drojtur, e thyer. Në krah të saj, Thiago, fytyrë e ngurtë, sytë e egër, nofullat prej guri. Vetëm prania e tij krijonte tension që ndihej edhe në ajër. Gjykatësi foli me ton të thatë dhe Lukas u ngrit për t'u mbrojtur. Zëri I tij ishte I fortë, I pastër, I vërtetë, nuk kishte dëmtuar askënd, nuk kishte kërkuar të prishte nderin e askujt. E kaluara nuk duhet të jetë zinxhir, tha ai. Ky rrëfim ndezi zhurmë në turm, sepse s'kishte as dram, as mashtrim, vetëm sinqeritet të zhveshur. Kur prokurori filloi akuzat e tij boshën, diçka brenda meje u thye. U ngrita. Zëri më dridhej, por vendosmëria më shtynte përpara. Ky rast ka boshllëqe serioze, thash. Tregova deklaratën e Robertos, duke zbuluar fejesën, ndërhyrjen e Thiagos, xhelozinë e tij të njohur dhe mundësinë e presionin. Sofia u drodh. Thiago e shikoi me një egërsi që më përshkoi shtyllën kurrizore. Diçka e errët po zihej në ajër. Gjykatësi e vuri re menjëherë dhe shtyll seancën, duke kërkuar prova të reja. Atë natë, u ktheva te Sofia. Ajo hapi derën e lodhur, e mpakur nga frika. Pse je kthyer? Pëshpëriti. Thuaj të vërtetën. Askush nuk jeton dot me frikë për gjithmonë. Lotët I rodhën pa kontroll. Thiago më detyroi. Lukas është I pafajshëm. Ato fjalë ishin gur themeli. I shkrova. Dija që mëngjesi I ardhshëm do të ndryshonte gjithçka. Të nesërmen, salla e gjykimit ishte e mbushur për plot. Thiago më shonte nofullat, I gatshëm të shpërthente. Kur Sofia u ngrit dhe dëshmoi, zëri I saj I dridhur mbajti gjithë të vërtetën. Burri im më detyroi. Lukas është I pafajshëm. Një heshtje e rëndë ra mbi sallë. Thiago shpërtheu, u lëriu, por u kap menjëherë nga oficerët. Gjithçka tashmë po ndryshonte, dhe e dija, kjo histori nuk kishte mbaruar. Në dalje të komisariatit u takuam si paprituri, sikur koha vet kishte zgjedhur atë çast të vetëm që rrugët tona të kryqëzoheshin sërish. Ai mbante veshur një xhaket gri të thjeshtë, pak e vjetruar në mëngë, dhe në dorë një trilulosh të vogël me sendet e tij, aq I lehtë sa dukej sikur mbante gjithë jetën në një peshë qesharake. Hapat e tij ishin të ngadalë, të matur, ndërsa sytë më kërkuan me një lloj butësie që e njihja mirë, por që më friksonte më shumë se çdo rrezik që kisha përballur në detyrë. E tani, I thash me një zë që u përpoqja ta mbaja të qëndrueshëm, edhe pse brenda vetes po dridhesha si një flet në erë. Ai fryu lehtë, si dikush që po mëson sërish të marr frym, dhe më pa drejt në shpirt. Tani të jetoj. Por jo vetëm. Fjalët e tij ranë mbi mua si një peshë e ëmbël dhe e rrezikshme njëkohësisht. U ndjeva e zhveshur para së vërtetës që ai tha. Nuk u përgjigja. Brenda meje ndjeja një tërmet të heshtur, një luftë të padukshme mes arsyes dhe zemrës. Kaluan javë të tëra.
Filluan të takohemi fshehurazi, si dy njerëz që mbronin diçka shumë të brish për ta ekspozuar në dritën e ditës. Në pemet e vjetra të parkut, ku gjethet krijonin një çati të dridhur mbi kokat tona, gjenim strehën që nuk na e jepte askush tjetër. Në kafene të vogla të fshehura në rrugica ku askush nuk na njihte, uleshim pranë njëri tjetrit duke ndarë heshtje që flisnin më shumë se fjalët. Dora e tij gjithmonë e kërkonte timen, me një butësi që e shkatëronte mburojën time të vjetër të profesionalizmin. Dhe unë e lejoja. Sa herë duart tona preknin njëra tjetrën, koha dukej se ndalej për disa çaste të paharrueshme. Por thashë themet janë më të shpejta se ndjenja. Në komisariat nisën pëshpëritjet. Sytë e disa kolegëve më ndiqnin kudo, me gjykim dhe mosbesim. Hetuesja Klarice është shumë pranë ish të akuzuarit, thoshin. Çdo fjalë më pritej si thik, por asgjë nuk tërhiqte zemrën time mbrapa. Gjyshja Rosa, me sytë e saj të mençur që dukeshin se shinin përtej kohës, një ditë më tha, dashuria dhe ligji rrallë ecin së bashku. Një ditë do të duhet të zgjedhësh. Ajo nuk më qortoi, por fjalët e saj më ndoqën si hije. Ndërkohë, Lukas ishte duke rindërtuar jetën e tij me duar të forta dhe shpirt të thyer që po merrte formë të re. Hapi një punishte të vogël restaurimi objektesh të vjetra. Aty brenda, aroma e drurit të lagur, bojrave të vjetra dhe historive të harruara krijonte një botë më vete. Ai prekte çdo objekt me kujdes, sikur i kthente shpirtin. Në çdo lëvizje të tij shija jo vetëm mjeshtri, por diçka që më mësonte edhe mua të rindërtoja veten. Por e kaluara nuk zhduket kurrë aq lehtë. Një ditë, një gur u hodh nga dritarja e punishtes. Të lidhur pas tij kishte një letër, dashuria jote është gabim. Ki kujdes. Fjalët më ngrin gjakun. Nuk ishte një paralajmërim i kodh. Ishte një kërcënim i hapur. E dija se një stuhi e re po vinte. Në komisariat gjykimet u bën më të dukshme. Në familje nisën pyetje të sikletshme. Dhe një natë, kur shkova në shtëpi, gjeta gjyshen duke më pritur me një shikim të rënë. E shoh si të sheh ai, tha. Nuk është mirënjohje. Është dashuri. Por ti je gati të sfidosh mendimet e botës? Je gati të shkosh përtej ligjit, nëse është për të? Nuk i dhash përgjigje. Brenda meje, dy rrugë po përplaseshin. Disa ditë më vonë, Lukas më ftoi në punishten e tij. Kur hapa derën, më goditi aroma e drurit të ngrohtë dhe dritat e buta që krijonin një qetësi që nuk e gjeja askund tjetër. Ai më çoi para një pasqyre të restauruar, me kornizë të gdhendur me detaje të imta. Shiko, tha. Ishte e thyer. Tani është e plodh. Ashtu si unë. Ti më ndihmove të bëhem sërish. Pash veten në pasqyrë. Ne të dy ishim aty, pranë, dhe në sytë e mi pash diçka që kisha frikë ta pranoja. Pash dashurinë që po më vinte si një valë e pashmangshme. Ai u kthye nga unë dhe tha me një qetësi që më thyu mbrojtjet, Klarice, nuk dua të fshihem më. Dua të eci pranë teje. Le të flas bota. Të gjitha muret e mia ranë. Unë, një oficere e ligjit, gruaja që gjithmonë ndiqte rregullat, po e humbisja veten në një rrugë të re. Kur ula me prindërit për t'u treguar, dhoma u mbush me një heshtje të rënë. Babai im, me vetulla të ngrysura, më pa drejt e tha, ti je hetuese. Ai është ish i akuzuar. Njerëzit nuk do ta kuptojnë. Mamaja ime shtoi, rrugë e vështirë të pret. Por zemra jote e di rrugën. Dhe në atë çast, kur zemra pomponte fort dhe frika më ngjeshte gjoksin, e kuptova, zgjedhja ishte bërë. Dhe nuk do të kthehesha mbrapa. Ishte me të, dhe ne nuk kishim më të drejtë të ndërhynim në atë që zemra e dikujt zgjodhi. Vetëm gjyshja Rosa buzëqeshi me atë qetësinë e saj të amshuar. Dashuria është gjithashtu ligj, e dashura ime, tha ajo. Ligji i zemrës. Fjalët e saj ranë mbi mua si një shtek drite që më tregonte rrugën që duhej të ndiqja. Lukas dhe unë vendosëm të martoheshim pa ceremoni të mëdha, pa pompa, pa zhurmë, vetëm me njerëzit më të afërt, miqtë tanë dhe ata që e kuptonin historinë që kishim ndërtuar me aq vështirësi. Në një dhomë të vogël të dekoruar me lule të freskëta, që mbushnin ajrin me aromë paqeje, qëndruan pranë njëri tjetrit. Ai me një kostum të thjeshtë të errët, elegant në mënyrën e tij të heshtur, dhe unë me një fustan të çelët që më mbështillte si një premtim i pastër. Kur prifti shqiptoi fjalët e betimit, më ngjau sikur zhurma e gjithë botës u shua. Nuk kishte më as pëshpërima, as frikë, as kujtime të dhimbshme.
Mbetën vetëm duart e tij duke shtrënguar të mijat me vendosmëri, si të donte të më thoshte se nuk do të më linte kur të rrëzohesha. Tani je e vërteta ime, përshpëriti ai, duke më parë sikur brenda syve të mi gjendej gjithçka që ai kishte humbur për vite të tëra. Unë buzëqesha mes lotëve që më digjnin faqat. Dhe ti je e ardhmja ime. Por edhe në ditën tonë më të lumtur, hija e të kaluarës nuk u zhduk plotësisht. Në derën e dhomës së ceremonisë, dikush kishte lënë një letër, një fletë e vogël që mbante helmin e një paralajmërimi. Dashuria juaj nuk do të zgjas. Kini kujdes me hapat. E mora, e shtrydha fort në pëllëm dhe e fsheha në çan. Sot, vendosa, frika nuk do të më vidhte gëzimin. Kishim kaluar mallkime më të rrezikshme se një copë letre anonime. Kaluan muaj. Jeta jon mori formë, mori ritëm, mori ngrohtësi. Jetonim bashkë dhe çdo mëngjes fillonte me aromën e kafes që Lukas përgatiste për ne. Tashmë shtëpia nuk ishte më një vend i heshtur, por një streh ku frymëmarrja ime gjente qetësi. Punishtja e tij lulëzonte. Klientët ktheheshin gjithmonë, jo vetëm për punën e tij të kujdesshme, por për mënyrën si ai trajtonte çdo objekt si një histori që meritonte të rikthehej në jetë. Ndërsa unë vazhdoja detyrën time si hetuese, por me një ndjenjë krejt tjetër. Ligji ishte ende drejtimi im, por pranë tij po mësoja të dëgjoja diçka që kisha harruar prej vitesh, zemrën. Ndonjëherë kalimtarët përshpërisnin kur na shikonin dorë për dorë. Disa kolegë ngrinin vetullat me mosbesim ose më vështronin me një qortim të heshtur. Por me kohën të gjitha këto filluan të humbnin rëndësi. Ajo që kishte vërtet pesh ishin sytë e tij. Në ta gjeja paqen që kisha kërkuar gjithmonë, një paqe që nuk e gjeja në asnjë manual të ligjit, në asnjë raport, në asnjë sallë gjykimi. Një mbrëmje, teksa uleshim në një stol pranë bregut të lumit, dritat e qytetit pasqyroheshin mbi ujë si yje të shpërndar. Era vinte nga uji, e pastër dhe e lehtë, dhe dukej sikur sillte me vete lirinë që ai kishte pritur për kaq gjallë. Lukas më kapi dorën, e mbajti butë, sikur donte të më ruante nga çdo gjë e keqe. E di, tha ngadalë, mendoja se jeta ime kishte marrë fund atë ditë kur më mbyllën në qeli, por e zbulova se gjithçka po fillonte pikërisht aty. U mbështeta lehtë në shpatullën e tij. Zemra ime, që për vite me radhë kishte qenë e lidhur me rregullat, me uniformën, me përgjegjësinë, më në fund kishte mësuar një të vërtet më të thellë. Ajo ishte më e fortë se ligji. Ligji të udhëzon, por zemra të çon tek ajo që je vërtet. Qëndruam në heshtje, duke dëgjuar tingujt dhe butë të valve që përplaseshin në shkëmbim. Zhurma e ujit ishte sikur na tregonte historinë tonë, nga errësira në dritë, nga dyshimi në besim, nga dhimbja në shpresë. Ajri mbante aromën e lirimit, një aromë që se kisha ndjer kurrë më parë me kaq intensitet. Kjo histori, e gjithë kjo udhëtim i gjatë dhe i dhimbshëm, më kishte mësuar diçka thelbësore. E vërteta nuk gjendet gjithmonë në dosjet që firmosim, as në ligjet e thata që lexojmë. Ndonjëherë ajo gjendet në sytë e atyre që jemi gati të mbrojmë, jo për detyrë, jo sepse na kërkohet, por sepse shpirti e di se ata e meritojnë. Lukas ishte prova e kësaj. Ai nuk ishte më një i akuzuar, as një njeri i thyer nga tradhtia. Ai ishte njeriu që rindërtoi jetën, dashurinë dhe botën time. Unë jam Clarice Mendes, dhe unë zgjodha zemrën.